Policia e Lezhës ka finalizuar operacionin e koduar pajisjet pas një vjedhje të ndodhur disa ditë më parë në shkollën nëntëvjeçare Beslidhja, ku u morën pajisje elektronike dhe u dëmtuan ambientet e institucionit arsimor. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, janë identifikuar 6 shtetas të përfshirë në këtë ngjarje, të cilët dyshohet se kanë hyrë në shkollë rreth orës 1 të datës 14 mars 2026. Ata kanë dëmtuar dyert e objektit dhe kanë vjedhur 16 laptop, 2 videoprojektor dhe serverin qendror të kamerave të sigurisë. Policia ka arrestuar shtetasin me iniciale AB, 22 vjeç, ndërsa 5 të tjerët, të gjithë të mitur nga mosha 15 deri 17 vjeç, janë proceduar penalisht. 3 prej tyre rezultojnë nxënës të së njëjtës shkollë dhe dyshohet se janë nxitur nga 22 vjeçari për të kryer vjedhjen. Pas ngjarjes, autorët kanë transportuar pajisjet e vjedhura me automjetin e të arrestuarit dhe i kanë fshehur në një objekt në ndërtim dhe në banesën e tij. Nga kontrollet e kryera, policia ka sekuestruar 16 pajisje elektronike, si dhe automjetin e përdorur si provë materiale. Materialet procedurale i janë referuar prokurorisë së Lezhës për vijimin e hetimeve dhe veprimeve të mëtejshme ligjore.